dhe të mirën shumë e dua. Në këtë botë ka veç një emër, dhe përse luajnë me mua. Sa e shkoj në shtetin fshi, ndi shikime që më ndjeki, dhe me duke si pusja, si prej vitesh të kem ndeku, dhe me duke si pusja, si prej vitesh të kem ndeku. Sikur ta dini kush jam, s'do të më lëndoni në shtëpi, veç dashuri të fal mirësi. Sikur ta dini kush jam, s'do të më lëndoni në shtëpi, veç dashuri të fal mirësi. Se unë jam si dhe ju, të kthem shpejt, se një mal kam këtu brenda. Unë e di kush ka faj, mos me lofni më në zemra. Unë e di kush ka faj, mos me lofni më në zemra. Sikur ta dini kush jam, s'do të më lëndoni në shtëpi, veç dashuri të fal mirësi. Sikur ta dini kush jam, s'do të më lëndoni në shtëpi, veç dashuri të fal mirësi. Se unë jam si dhe ju, jam njeri me ndjenjë zemër dhe të mira shumë. Ka të bëjë që emisioni se nuk do ta vazhdoja të dëgjoja muzikën e bukur, ju besoj e kuptuat se për kë bëhet fjalë. Unë sot do të jem me mjeshtrin e serenatave koçare me Mjallaq Andrean. Jam në një lidhje Skype me Mjallaqin dhe pa e humbur kohën, nuk ju thash as mirëmbrëma. Mjallaq të kërkoj ndjes, unë kam kaq vite që bëj televizion. Nuk kam emocione, sinqerisht nuk kam emocione kur dal në televizion, ndërsa sot unë dëgjoja muzikën, këngën tënde aty, si kur të dinit kush jam. Faleminderit. Do nuk harroa t'i them mirë njerëzve mirë mbrëma. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në sofrën tonë në Londër. Unë sonde sofrën e kam me Mjallaqin, me mjeshtrin e serenatave koçare që na ka shoqëruar në të gjitha festat, në të gjitha këngët, në lulishte, në mbi taraca, në breakdetit. Kemi kënduar këngët që na vinin nga Korça dhe ne thonin, ku ti është kjo? Ka bërë Mjallaqi. Me fjalë, edhe sikur mos tash sapo dëgjonim që është këngë korçare, edhe sikur mos ta kishte bërë Mjallaqi, ne thonim, kjo është e Mjallaqit. Pra, unë i përkas atij brezit 80-82 që këndonim dikur, unë bëja edhe vetë këngë, por
Gjithsesi kur këndonim ato këngët e asaj kohe, unë kam shumë shok që këndojnë akoma. Kam një Adrian Koni, unë që është në Amerikë, ai vazhdon këndon me kitare dhe i publikon. Ka qef. Një fjalë, ne gjithë i kemi qef normalisht, edhe pse u plagëm. Mjallaj, si e njërë, si çto shëndeti? Ladi Zotit mirë deri tani. Gëzojmë. Të mos ankojmë se njerëz jemi edhe kemi probleme, po si të qoftë i kalojmë. Patjetër. Gjë e mirë. Qa desha të them, unë tani dua të ta lë ty atë topin, e dua të na tregosh pak për jetën tënde. Njerëzit njohin Mjallaqin, por nuk njohin Mjallaqin. Pra kush është Mjallaq? Na tregosh diçka, çfarë duash ti? Pjesën intime personale tënde, si ke filluar të biesh kitarës, si ke filluar të këndosh, ato kohët e vështira, sepse në ato kohërat nuk e din, kohën e Enverit, nuk e di si të trajtonin ty në Korçë, sepse Korça vërtet është qyteti një ndër më të bukurit e Shqipërisë, qyteti më i kulturuar i Shqipërisë, por nuk e di në përballje me këto veset e huaja, se kështu i quarin dikur. Kam lindur në një familje goxha të kamur. Babaj në kohën ishte drejtor i kooperativës së artizanatit, mama ishte mësuese. Ndërsa dy vëllai dhe motra babait emigruan në Amerikë që në vitin 26, të shekullit kaluar. Edhe në të gjithë kohë, në vitin 59, një vëllai tim shkon në Gjermani për studime. Ishte nxënës i shkëlqyer shumë i mirë. Edhe mbas një viti aty, paratiset nga Berlini perëndimor. Atëherë fillon ndryshimet në familjen tonë. Aja baban e hoqën nga detyra e drejtorit, normal. Mama e hoqën si mësuese dhe filloi të punojë rroba qepse. E gjithsesi jetonim edhe me atë epitetin brava të persekutuar, të deklasuar. Të persekutuar i thonë sot. Të deklasuar, gjithsesi jetonim. Babai aty të mban me gjithë ato problemet me të etuesin se e thrisin e pasere. Ai ishte shumë i ndeshur, shumë i ndjeshur. Edhe sa herë e thrisin, unë biste nga gjysmë kile gjak. I shkret. Po kështu ka qenë koha atëherë. Po. Ai problemi që ndonte sepse me ata mendonin se ai shkovi ande dhe shante qeverinë. Po. Si vetë fjallë, ai hyri në një universitet, mësovi gjuhë arabe, mësovi edhe disa gjuhë të çuditshme që si ja mbajmë të emrin të kujt. Si do qoftë edhe punonte në universitet në Ustër si pedagog i jashtëm. Pedagogia kishte shumë para atëherë. Unë e ti, jeta e tia. Pastaj në vitin 70, unë fillon basi bëra ushtrinë në Shkodër, 2 vjetë. Fillova punë në uzinë e instrumentave, edhe ishte viti 70 kur, nuk keni që në veqen, ishte viti kur Shqipëria mu hapë krejtësisht. Po. Unë kam qenë 5 vjeç, po gjithsesi. Kulturore, dhe më thënë. 6 vjeç. Gjithkush, neve kem nga 20 vjeçar dimë, gjithkush mendoj se tani kaluam në perëndim edhe gjithçka do shkojmë mbarë. Mirë, po nuk ishte ashtu. Këndoja në estratë profesioniste. Ju i dini ato festivalin e 11 që bëri Namin në Thojza. Fillova persekutimet edhe rrethe. Unë kryoj e këngë,
normale, këndoja në estradë profesioniste. A i bëhet e estradë profesioniste në atë konë fillim, a? Ka 3 vjetë ati që ndërja unë në estradë profesioniste, dhe kryoja këngë për të gjithë, këngë melodioze ose këngë ritmike. Mëse zgjati për 74, biqet e bëjnë gjitha ato mbledhjet në Korçë. Isha dhe antari degës e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. Se shkroja vjesha ca artikuj në Zërinis. Më pritën keq fare. Më hoqë të drejtën e aktivitetit artistik. Më përjashtuan nga lidhja e shkrimtarëve. Edhe pastaj përfundova me këto dhimbjet e këmbëve dhe këto anomalitë e tjera që solli. Tronditje e madhe. Dhe 80-ën hoqa këmbët nga i gangrene e të mërshme. Në 80-ën, a? Pastaj, pas ofisa tjetër, 80-90, ishte e qetë, më akorduan një motor, nga ta prej invalidë, po që më bëri shumë punë mua. Edhe në 90-ën, në prill, më vjen Aleko Prodani në shtëpi. Malekon isha shumë mik. Mirë, po pastaj, unë na undavi ai në estradën 4 me boj. Edhe ere tha që ta të bëjmë një koncert të përbashkët, ti me këngët e tua dhe në me estradën. Ore, jenë të rezita, qarë thotit? U apën të tepa dhe krejku dhe ti gjo, me ere drejtori dhe më tha, drejtori ka qenë Petra Izot, shkrimtar buri mirë, se kam dekur të më. Edhe më tha, urgjent tha do bëjmë, tani këta këshën marrë uzim nga partia, se ku është dhe falta e shtu atërë. Gjithësi, bëj koncerte dhe 7 ditë, 7 netë, teatri plot, full teatr. Isha këndova 8 këngë të mija unë atërë. Pastaj, fillovi, mori të atë pjetën, erdhi demokracia në të njëshë. Me koncerte, me disje, me si shbeqë në thërë. Tani bën disje, bën? Për ja para një viti, bërë një disk, për qefë se. Tani, po i nëzore këngë, po i nëzore disku në shqitje, të nesme, e di vetë shpe. Po jo vetëm kaq, po ty ti vjedhin, po na i vjedhin ne që kena 1-2 këngë, jo ty që ke qindra. Ti vjedhin dhe ti thua s'ka problem, le ti këndojnë. E po di më mirë. Këngë e s'ka që, nuk është probleme. Tani, veç kësaj, unë jam martuar me, kam 34 vjetë martuar, me dashuri normale, se që është vagabond. Edhe, aja ka punuar edukatore, ta që dole në pension. Kemi 2 fëmijë, Klaudia dhe Kristi. Klaudia punon, mbaroi mjekësinë në La Sapienza në Romë. Punon stomatologe në 2 klinika private atje. A, jeton në Itali? Po, në Itali, po. Kristi mbaroi një vit informatik, pastaj histori gjeografi, 4 vjeç, dhe tani punon me monumentet kulturës dhe me zyrën arkitekturore të në Korçë. Në Korçë, shumë mirë. Po, a i qëndroj me mua se duhet të rinte. Po. Kush do rinte këtë me mua? Ti kesh me jetë fëmijët dhe ti vazhdosh bashkë me gruan të jetonit të lumtur me shëndet. Shekullov, thot shpreja e re shqiptare. Mjellaq, kthehemi te kënga. Kënga e pare jotja që ke kënduar, e mban mend? Po natyrisht po. Hajde. Mund ta dëgjojmë? Ne dhe publiku i diasporës, që ta dish ti, ne sot shihemi normalisht, duhet shihemi nga Amerika në Australi. Po, unë nuk e di si njoh këto gjëra shumë, po unë kam qenë në Boston, në një, kur që është Amerikë, në një
Ka dhe këtu Boston. Ai Bostoni atje që ke qendi është vllai i vogël i këtij këtu në Angli. Unë si nuk i një fare, ta më thirën vajta bera i intervistës bera ty. Ju kënova sa këngë dhe ika. Tani, për para se të këndoja të këngën e parë që unë kam bërë, mua më ke dërguar një poezi. Hajde surpriza. Poezia ime është dashuritë e mia. Dashuritë e mia, po. Tani unë do t'ja recitoj njerëzve edhe ta dëgjojmë pastaj nga Mjallaqi në version muzikuar. Do ta këndoj tani? Për shumë arsye. T'ja recitoj unë pak njerëzve një sekond shumë? Po. Dashuritë e mia, të bukura dashuritë e mia, të bukura dhe ato të këqija. Disa ikën më lanë, të tjera lash, dhe me të tjera kur sundam. Të bukura, se cila një këngë në pentagram. Diçka gjetën, diçka prunë, diçka lanë. Morën një pjesë të shpirtit, kur ikën dhe më lanë. Ja, morën një pjesë të shpirtit, një pjesë të tyre më lanë. Nuk të kam lëvizur asnjë presje. Hadje. Mundova ta bëj këngën me filozofinë tënde që të mos, se zakonisht krijuesit luajnë diçka, një listë ose një gjë, edhe është normale, nuk është një gjë, si prish gjë poezisë. Dashuritë e mia, të bukura dhe të këqija, disa ikën e më lanë, disa të tjera i lash, e me të tjera kur sundam. Bukura dashuritë e mia, bukura edhe të këqija, se ikën e më lanë, disa të tjera i lash, e me të tjera kur sundam. Të bukura se cila në këngë e pentagram, diçka gjetën, diçka prunë, e diçka lanë. Të bukura se cila në këngë e pentagram, diçka gjetën, diçka prunë, e diçka lanë. Por një pjesë të shpirtit tim, një pjesë të tyre më lanë. Të bukura dashuritë e mia, të bukura dhe ato të këqija, disa ikën e më lanë, disa të tjera i lash, e me të tjera kur sundam. E mia, e me të tjera. Mirë? Lumgoja. Ka një problem ke strofa aty që del me 5 vargje, po. S'ka problem, Farit. Ja. Ai që krijon pa tjetër. Faleminderit shumë. Tani unë doja të dëgjoja këngën e parë tënde, çka ke bërë të parën fare. Po. Unë dhe njerëzit, kuptohet se. Tani këtë puke sonte do na kënaqesh me zërin tënd. Mirë. Do na kënaqesh, do na këndosh. Sa të munde. Atë kujtohet ajo natë, kur do të shka thmitje në qafë,
Edhe më puthje si e marë, me ato buzë që shumë të ishin të tharë. Edhe më puthje si e devu, me ato buzë që shumë të ishin nxevu. Do të më kërkosh o shpirtin, do të më kërkosh për çdo mëngjes, se larg te do të jem. As në qiell, as në tokë s'do më gjesh, se larg te do të jem. As në qiell, as në tokë s'do më gjesh. Kjo është gjikën një... Ne këndonim pak ndryshe, normal. Si ka mundësi transferohet kënga nga Tirana në Korçë, nga Korça në Tirana asaj kohe, dhe u transferonte. Po jo, hëna e plot në qell, por sa ka dalë. Çfarë bëra atë? Jo, kjo është time. Këto vargje nuk janë të mia, ti kanë shtuar pastaj. Kjo jo, e? Na thuj një këngë tjetër të asaj kohe tëndes? Urdhëro. Në i këngë tjetër të tua të viteve 80. A, po. Kur nga rruga jo të shkoj, edhe më duke në dritare sikuri dhe më përgjon. Ti o vajzë bukurie kësaj toke, prit nga mua një fjalë të them. Kur nga rruga jo të shkoj edhe më duke në dritare sikuri dhe më përgjon. Ti o vajzë bukurie kësaj toke, prit nga mua një fjalë të them. Lulet kur të dëvina tufa nga dritare, mos i lërë të vyshken, tu prishem petale. Palma dashurina, palma zemrën tënde, palma se të dua, duar ti bashko. Po këte e dinit këtë? Ose kisha dëgjuar këtë. Atë pjesën e parë, se strofën e parë, sigur e kisha dëgjuar, po nuk më bjen në... Për fjalë, ne dinim... Po jo, pran varrit tënd po qaj me lotë... Edhe njerë, me vare edhe me të tila gjemë s'kam bërë këngë. S'ke? Ja. S'më kam bëqyër ku. Ja, me vare? Absolutisht. Unë duhet thjesht të rikujtohem tani se... E di se është kjo punë. Si puna se Barsaletës, do të filloj njëri Barsaleta që të kujtojnë tjerët, kupton? Të të them je lule, ti je më bukur, ti je më bukur. Të të them je gonxhe, të umbas friski. Të të them je lule, ti je më të them je gonxhe, të mbas friski. Se do t'i duar, të duar, ato dy buzë mi falë vashti mua. Se unë të dua, për gjithmonë. Se unë të dua, ato dy buzë mi falë vashti mua. Se unë të dua, për gjithmonë. Na, zëtë sa e bukur. E shumë e bukur. është prapër shumë se... Ka të tjera që janë prapër dhe i këndojnë... Po vazhdo, ne për këtë punë jemi këtu, jemi në koncert. Dëgjo, ne do flasim dhe për librat e tu, se unë dua t'i njoftoj njerëzit dhe për librat, por kemi disa minuta muzik, pastaj do vazhdojmë për librat.
Pastaj kthehemi prapë te muzika. Mirë. Tani çfarë këngësh këndon atje aktualisht në Korçë? O, po tani ka bërë këngë të reja sa duhesh ti. Pa ja, na këndon e gjë të re. Po unë doja pjesën e parë ta bëni me nostalgjinë e viteve. Me fjalë me ca këngë nostalgjike. Do akoma të viteve që ju I këndonin atëherë. Po, ama në burr. Po prandaj e këtu. Ne jemi lutur që të vije sot këtu vetëm që të rizgjonim pak nostalgji. Të rizgjonim pak kujtimet atyre viteve. Në strene vjetër të një prej shtëpive ne losnim teshtur me pikat e shiu. E ke dëgjuar këtë? Ja. Se ke dëgjuar as këtë? Ja. Po këndoj atëre kjo. Po të ta këndoj, po ta marrosh ti që ta kuptoj unë njërë. Unë po të regjistroj të që ta dishtin. Përveç televizionit, po të regjistroj edhe me kamerë. Me telefon. Çfarë të duash? Jo, sepse dua t'i mbaj mend të këngë, kupton? Dhe fas fytyrën ja mora në duar, buskat e njoma ja puthan zituar. Dhe iku qapkanja në natë prej meje, rëna e zbet, coptoj në pelgje. Dhe iku qapkanja në natë prej meje, rëna e zbet, coptoj në pelgje. Dera e deti rydalgët nga dale, më qfaqet me styre fytyra e saj. Dhe lejtas fytyrën ja mora në duar, dhe buskat e njoma ja putan zituar. Edhe këtë se fini. Nostalgjik. Dëgjoj, unë po lexoja këtu komentet që kanë bërë njerëzit me fjalë në Durrës, në Tiranë, në Londër një vajzë, një grua. Njerëzit të kanë adhuruar gjithmonë. Po pikërisht për këtë sepse ti ke kënduar vetëm dashurisë, nuk je marrë politikë. Absolutisht. Nuk u mora dot me politikë. Politika u mor me ty, po ti nuk e marrë me politikë. Ju mor ca kohë, po pastaj më lante qetë edhe tani flas. Se fillimet e politikës, e demokracisë ishin pak të brishta për mua, sepse kërkonin partitë inkuadrimin tim, po nuk shpëtova. Nuk më pëlqen politika asnjëherë. Edhe shpëtova nga politika, gjithsesi edhe fëmijëve ju them që mos u merrni me politikë. Po normal, djalë pas ke fut në institucion që s'do të përzihet me politikën e hershme. Jo të sotshme, ndoshta po prap I lidhur është. Në Institutin e Historisë në Monumentet e Kulturës, varet nga Ministria e Turizmit. Djali është edhe antar I Këshillit Bashkiak. Su merr nga politikë fare. Jo, vërtet s'merret politikë, jo. Po, nuk është I kuadruar, po gjithsesi ata njëti kraj mori. Po, prap. Futën si padashur, I futën mbeti atje këtë vit, tash vitin tjetër s'besoj. Nuk I pëlqen atë. Dëgjojmë një muzikë tjetër se është më mirë se sa politika, është shumë herë më mirë. Do I këndoj një këngë për Korçë. Hajde. Korça e bukur, Korça. Me petale trëndafil Korçën dua ta mbuloj dhe me zemër e bilbil Korçës dua ti këndoj Korça nusë, Korça plak
Veçrini do ketë për ty, kënga ime serenata, si mbi lotin dhe sy. Shko mere një mandolinë, unë mur kam një kitar, ku s'këndon për dashuri, mos i thotë vete s'kore qarë, ajtë shkojmë ande nga pamë, dhe të pimi një gotë të birë, të këndojmë serenata, ta bim qefin sa më mirë. Do thrasim miq të vjetë, do thrasim miq të ri, edhe kush të dojë tjerë, e gjithë korqa dhe të vjetë. Do thrasim miq të vjetë, do thrasim miq të ri, edhe kush të dojë tjerë, kush nuk pi më mirë mos pi. Ti shko merë një mandolinë, unë mur kam një kitarë, ku s'këndonë për dashurinë, mos i thotë vete s'korqarë, ajtë shkojmë ande nga panë, dhe të pim një gotë të birë, të këndojmë serenata, ta bim qefin sa më mirë. Si korqa s'ka. Kush nuk këndon serenata mos i thot vete s'korçarë? Përse të di që që spirë? Kush nuk pinë më mirë mos t'vi? Shumë e burë, shumë e burë. Shumë e burë. Janë... Po mirë, unë do kënoj tani, të më Po, tani dëgjo, një pyetje kam unë. Ti e lak gurmazin vete me ujë apo dhe në i gotë, shu në pak lëngë të barë? Po, mua po më presin shokët, djemët edhe... Shkoj aty dhe pim në një gotë verë, kështë por nuk... Po, mi shumë bërë. Do një dit tjetër, kur të duash ti, do t'a lësh dhe me ato shokët, do shkosh të ulesh mes tyre atje, e ne do bëjmë një sofër korçare. Do bëjmë një sofër bashkë me shokët dhe me të gjithë shoqërinë tënde. Je dakord? Nuk jam dakord se. Pse? Nuk është kollaj ti mbledhësh ata për ty. Po ima kur të mblidhen ata që t'jeni për qef ju. Më falë, ne do mblidhemi sot. Po ata nuk është kollaj ti regjistrosh e ti nxirrësh këtu. Po. Këtu është problemi. Shumë po, është tjetër gjë. Mu të dëgjosh, po jo të nxjerrësh fytyrat. Kuptoj. Nëse dëgjoj muzikë pastaj, se është më mirë. Po prapë. Ta di shti që pësoj kjo zemër, ta tregoj unë me kitar, kur i pash dysit e bukur dera te s'kisha par, s'kisha par. Ato duara ishte vogël, mund të luani në kitar, kur i puthën buste mije, le këtu drodhët si në faj, me ma do t'a kujtoj, atë natë jo s'aroj, u vënova më te me frik, ditë tjetër mos më prik, sa vite do kalojnë, atë natë jo s'aroj, edhe do qeshim unë edhe ti, do kujtojmë dashuri. Këte e mbani më të? Këte e mbajmë dhe e mbajmë shumë mirë. E kemi zgjuar me Florin.
Shumë e bukur, shumë e bukur. Të bukura këngë, do të këndoj një këngë të re tani, e këto të reja të fare se të vjetrat. Ne japin shikë. Po duash, bëjmë dhe 2 minuta pushim, ne? Se... Po keni reklama. Bëjmë ja 2 minuta pushim, 2 minuta vetëm edhe rifutemi prapë. Si thua? Bëjmë, s'ka problem. Po nuk do mbani qatë, Jo, dhe gjysmore tjetër mbrapa. Ose me morën ata 2 minuta me numrim, 2 minuta me orë në dorë. Mirë? Haj. Shikohemi mas 2 minuta, ndoshta edhe 1 gjysmë, se nuk e kemi të pamundur të largohemi shumë prej mjallaqit. Mirë se vini te Oliver Hasani Solicitors. Unë jam Naim Hasani, avokati i Gjykatës Supreme të Anglisë dhe Walesit. Zyra jon operon që nga viti 2012 dhe ofron shërbime të ndryshme që kanë bëjnë me azilin, gjithashtu ofrojmë shërbime për çështje të drejtave të njerëzit dhe të drejtës publike. Por edhe ato që është çështja më delikate, ajo e heqjes apo e mbajtjes së shtetësisë britanike. Stafi i zyrës tonë është një staf tërësisht i kualifikuar dhe i akredituar pranë Ministrisë së Drejtësisë britanike. Në zyrën tonë ju flisni shqip, me mua, Naim Hasanin dhe gjithë stafin tim. Shtëpia është aty, ku zemra rreh, aty ku më presin sy të gëzuar me padurim, çdo herë që kthehem në vendin tim. Largimi është gjithmonë i vështirë, ndaj sigurohem të jem aty në ditët më të rëndësishme për ta. Me EasyPay dhe Ria Money Transfer, unë dërgoj para me tarifat më të lira kudo në Shqipëri. Daja, po ti s'do vish për gjyklimin time? Nuk mund të vi dot sot, por të kam sjell një surprizë që do të pëlqej shumë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të gëzosh njerëzit e tu më të dashur. EasyPay dhe Ria Money Transfer dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi. Hajde kap mjallaqin tani. Edhe një qere kore se më nëjë pa të dimë. Edhe një nostalgji që më në kam bërë prej vite që besoj duhet të dini. Tani, që mos lëm njerëzit me angt, i fusim një këngë tjetër, hajde. Ja nga do të vjetrat mjetë. Desha të roje në vetëmi, larë sy qkave djelëzore, larë buskave ploter mati, por sërojt pa dashnore, kërkova buska që të gjej, të pa putur as njera, por gjitha buska të gjenjesht tërta, të putura me miraer. Of me kot, të gjitha sa shpresoja, of me kot, dhe tani them se gjithë shka ka mbaru. Përse të dashurova, shkua në
Minutat e mla dhe përsëri u ndan, dhe sa premtime më ka dhënë buzët e tua, që s'do t'i poth më kur. Desha t'ankohesha kudo, ma for për dashurin, me mua tale I cili do. Më thotis njeri një. E dia dhe skalohet jeta pa dashnore. Shumë e bukur. Edhe I tjetër nostalgji dhe pastaj mos këndojmë nostalgji. Qa mos këndojmë, jo po burë që të ku të lohën sote. Po do këndosh dhe një këngë edhe pastaj do flasim për librat. Okej. Më zumalli për të parën, ata sy plot me magji, se për ta do t'iqmë zvar, se për ta do zedhe var. Vetëm ti, moj vetëm ti, se për ta do t'ishëm zvar, se për ta do zedhe var. Vetëm ti, moj vetëm ti, rje qetë o zemra ime, si që këndenju gjerë tani, dhe në shohët kjo jeta ime, mos mendo dashurin time, dashurot jetër njeri, dhe në shohët kjo jeta ime, mos mendo dashurin time. Dashurot jetër njeri. Mos në dashurot jetër njeri, dhe të gjithë marua, marove dhe ti. Por e prapa një që bua, dhe një tjetër që s'ka të shuar, vetëm ti, moj vetëm ti. Por le prapa një që bua, dhe një zjarë që s'ka të shuar, vetëm ti, moj vetëm ti. Të në këngë nostalgjira që këndojnë, ne I këndonim. Nuk gojë mjeshtër. Me këto tekste kështu të nostalgjit. Tani, ardhe një këngë unë dhe pastaj jam vetëm I librat dhe vetëm I librat. Tani kënga këto të reat pare që e këndoj gjithë korshat. Nuk gojë, vazhdo. Morjerë kjo që e këndoj gjithë korshat. E pe këto të reat që këndoj. Muzgujn latës rambidet, edhe dielli ul nga dal, nga putja e ti aq e lehtë, buzëqeshën miraval, në bregun e deti ula, dhe dy pika lot më ran, sa desha që sot e dashur, të ishe me mua këtu pran, në bregun e deti ula, dhe dy pika loti më ran, sa desha që sot e dashur, t'ishe me mua këtu pran. Tashi, korsharët që I këndojnë detin. Po ju Durrësin e keni pas qef gjithë jetën? Po pra të doja thoja. Dhe shkonin në Durrës gjithmonë.
plazhet në kohën e vetë aty kemi bërë. Po Durrësi ka qenë shumë i frekuentuar nga Korçarët, sidomos herë. Po. Edhe nga të gjitha rrethet, po Korçarët dhe Elbasanët e kishin shumë qef. Durrësi për default. Po. Është e vërtetë, tani. Faleminderit që dëgjuat. Të më tashi, pritës dhe tashi filluam sa bëm xhemin. Problemi në zemjes është ndryshe, sepse të thashë me presit. Tani na trego pak për librat, se unë nuk bëra shumë kurioz çfarë kur i pash kopertinat, si libra se nuk isha parë. Ky është libri i parë imi. Tani libri i parë është roman. Roman, po. Si titullohet, ma në afroj pak te kamera mirë? Do rishkrimi pa mbaruar. Aty mbaje. Edhe historia e njeriut me kitarë. Historia e njeriut me kitarë. Është në 3 pjesë. Është autobiografik. Jo, nuk është autobiografik, është vetë pjesë e 3. Dësa 2 pjesë e para janë histori, të cilat i kam dëgjuar pjesërisht nga gjyshi im, pjesërisht nga të tjerët, dhe janë histori që datojnë që nga... Kur e ke bërë këtë libër? Ky ka 4 vjetë. 4 vjetë. Po tjetri? Tjetri është Margarita. Ka lidhe me këngën e Margaritës kjo? Ja. Pa dyshim. Pa dyshim, e? Edhe ky një roman është, për të cilën do të flasim çik bashkë. Dhe sa ky është deputeti. Deputeti jonë, deputetet tanë, do më thëmë. Kam në dorë një librin e tretë, i cili titullohet Tërmeti. Përmeti? Tërmeti. Tërmeti. Po, është ka lidhe me tërmetin e vitit të 2-3 vitet para, edhe me Covidin. Edhe me vitet e komunizmit. Njerëzit ku mund t'i gjejnë këto librat e tu, në çfarë librarie? As kurkund, sepse unë kam vetë të treja, shifri këtë 3, s'kam të tjera. Edhe dua që të ripotoj natyrisht. Mirë po, është problem financiar që nuk po vazhdoj të ripotoj. Problem financiar, e? Natyrisht, do leka këto që bëhen. Do të bësh 400-500 copë një libër dhe 1500 copë vën shumë lek. Unë tani nuk ja dal dot, sepse kam ca probleme të tjera dhe i kam lënë kështu në një kohë të ardhme. Nuk kam kërkuar sponsor. Pse? Se po të kërkoj sponsor e di që gjej. Normalisht gjej, se të aq për 2 miliona gjys leka nuk është një problem kaq i madh. Nuk kam kërkuar. Bile... A i Irfani që ka birën Korça, se ka probleme t'i dhonë 3 fishin e tyre lekve? Nuk mund të kërkoj dot. Pse? Çfarë lidhje ka ti? Nuk po kërkon lek lë mosh, ti po kërkon lek për artin. Sa këngë ke kënduar gratis ti, vetëm sonte këndove 10 deri tani. Prit që do këndosh 10 tjera brapa. Do edhe që të natën nuk është problem për njerëzit. Njerëzit janë naivë, kështu që ti ke falur kësaj njerëzve, ti ke falur momente kënaqësie pa fund. Kështu që njerëzit nuk e kanë për gjë të dhurojnë ty 2 lek. Shikoj në kuptimin figurativ të fjalës 2 lek. Petrit Rukën, ndjes pastë ti e ke njohur. Patjetër, kam pas shumë mik. Di që shkreti edhe para 2 vjetësh, ishte në kohën e pandemisë, se kanë takuar në Tiranë. Edhe këtë libër Margarita e kishte lexuar. Edhe më tha, do ta dramatizoj, unë tha falas. Se një dramatizim do 3-4.000 euro ta bëjnë, edhe me gjithë skenarin e këto tjerat. E thash unë Petrit, mundojmë të qipë në i tekit ashtë edhe, jo, s'dua thorë, do bëjmë, shkitit, e ke dhurat nga mua. Do të meremi me skenën me gjitha, do merem unë. Eshte tha një libër, tha që kur të dramatizohet, tha, do njët vlera kur të vjetë në skenë. Në fakt ashtu është. është i koordinuar me ca ngjarje të çuditshme që po ta lexosh atë, unë tash s'kam libër të jap. Po ta lexosh. Legjista e tot. Po jo, ne do flasim prapë, unë do bëj apel për ato librat e tu. Do bëj apel në veshët e duhur. Dhe çfarë ndodhi? Edhe më thot Petri,
Për pëllaqet ata që ta, jo, nuk më thot Petrit, më thot tjetër. Edhe më thot, pëllaqet duhet të gjesh në lekta pëse do. Ai Petrit le të shtota, po ai shketi ai spitalit, në fakt. I varfër ishte. Tëra e pena që mirë, tëra jo njeri, artist. Edhe ta që të mezit pite i kafe, ishte e të mërshme. Unë e kam takuar shpesh, para 15 vjetë dhe 7 vjetë, kur kisha i shok të ngushtë në Tiranë, Riza Lahi, në qëfëse këtë dëgjuar. Riza Lahi ishte publicist, përktys, shkrimtar, poet, edhe miku mi dashur jemi. Shoko i mi. Rizajnë në kam pas shumë shok, shumë mik. Di që shketi para 7 vjetësh. Edhe Petritin, po... Petritin e kisha 2 fish, se ishte edhe nga Tepelena, e kisha edhe nga një. Edhe unë shpitani. Por me Rizajnë ka marrë pjesë në shumë aktivitete, prandaj. Qa njeri u, dëgja, nuk ishte njeri si Rizaj. Po t'ishtin, ishte bota si Rizaj, bota do ishte e berë 100%. Por përgjithsi ne poetet jemi të gjithë mirë, ja dhe Petriti për shumë, rob zoti. Rizaj, rob zoti. Unë jam mirë, ju mirë. Poetet jemi të gjithë mirë. Edhe me të dy jemi të mirë. Normal. Do nga këndosh pak Margaritën? Tash ta marroj qikë. Edhe vete, diku kërkoj. I mbylla sytë dhe... Aha, se s'te kisha dëgjuar. Çfarë do për 3 milion lekë, se aq i kërkova. Që janë 3 milion lekë për mua, i ketë marra. Kështë rritur çmimi. Prit 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj, 3 vjet. S'mi dha. Edhe vendosa të mos kërkoj. Kush është shtëpia botuesi që i ka bërë këto? Ada. E kam shok dhe pronaj në Adës. Këto do t'i ribotoj këtu unë. Këtu kemi 3-4 shtëpi botimi këtu. S'do i shtëpi dhe një transkriptë. Ti duhet t'i bësh aty ku është bërë Pse? logo, ajo e ka copyrightin, ajo bashkë me ty. Po i kam unë ato, s'ka problem, i kam gjithë ato. I kam kompjuter, i kam dhe këtu. Problemi është se... Shtypin do t'a bësh në Korçë? Po, pra në Korçë, shtyp. Nese, kismet. Ne kismet. Më mbeti me rak për dramatizimin e kësaj. Më mbeti shumë me rak. A i shkreti ndroj jetë edhe ishte... Po të ashti... Po të kishte jetuar dhe ta kishë berë dhe kjo do ire i në skenë dhe do ishte një dramë që nuk është vendo njerë. A që e bukur do ishte. E ndiu, Petrit e ndiu këtë, prandaj dhe ma mori, do të api unë. Ka një, është një, në fakt është një fatkesi, një dramë, atyre kohë një tragedi. Mirë po ka lidhe me në Kleopatra e Egjiptit. Egjipti ka pas ka shumë shqiptarë. Pa tjetër. Edhe ti di dhe unë i dim kemi... Pa tjetër, kemi komunitet ma farë shqiptarës atje. Po kam 2 libra të 2 shqiptaro egjiptianëve, i kam këtu. Nese. Edhe Kleopatra ka qenë shqiptare. Historikisht, njët që ka qenë shqiptare. Nuk është... Kleopatra? Po, nuk është shqiptare e nxjerrë nga Sazanguri, jo. Shqiptare e nxjerrë nga filozofë të tjerë e kanë nxjerrë shqiptare. Se Sazani i bëri të tërë shqiptare. Tërë botën shqiptare. Po, tani, Kleopatrën kush e nxorri shqiptare? Italianët. Italianët? Po, jo. Romakët. Romakët e kanë... Se kësha të gjurë në jerë këtë, era parë që e dje. Po, duhet ta lexosh. Nga një libër egjiptianes, Elif Shafik. Elif Shafik quhet. Okej. Egjiptiani që ka shkruar këtë dhe këtu janë gjithë ato. Nese, çfarë ka. Edhe ndërthuret pastaj me Kleopatra në ditën e fundit të saj, kur i dha fund jetës me atë gjalpin kobran. E të tjera.
s'ta shpjegoj dot më shumë. Edhe më bëri që der po më smerdhi mirë ku. Unë do bëj të pamundurën që ato librat marrin dritën e botimit, e shtypjes së botimit e pas kanë parë. Unë nuk të dëgjova, mirë? Jo, thash që unë do bëj ç'është e mundur, do shikoj mundësitë, cilat janë mundësitë, që ato libra të shtypen, që të bëhen kopjet sa duhet, sepse në fjalë një kopje është thjesht që ke parë si do dali. Më ka kërkuar shumë, po. Kismet, klasi. Unë tani doja të dëgjoja këngën e Margaritës, nëse ke mundësi, patjetër, nëse ke dëshirë, sepse vetëm kënga nuk është me kështu me porosi. Nëse ke dëshirë, na kënaqësh, kemi akoma dhe çerekore, 20 minuta. Derisa të bie zgjidhja ime këtu. Okej, edhe kjo është shumë e vërtetë. I thash. E pranueshme. I thash një shoku tim mjek, do vjetash më prit. Ata në Bledër aty, kemi një lokal si tonin. Së shtoni, po, e kemi si tonin, bridemi aty, pim nga jo të verë, edhe i thonë lafit, qaj më laf. Po si thashu nuk ka verë të mirë koqa, ti që duke mytë, po. Prodhojnë këta shok të mi, prodhojnë të gjithë. Unë nëzirë raki vetëm. Shëme nëzirë, duke të talë 30-35 litra raki. Po. Margarita. Se pasurit në të bukur, vajzë së mund të qetësojmë. Se pa putjen të ndë vajzë së mund të rohe. Në mos mund të përqafoj, aj sa herë të dëshiroj, kur në jetën ti me vajzë s'do të gëzoj. Në mos mund të përqafoj, aj sa herë të dëshiroj, kur në jetën ti me vajzë do të gëzoj. O Margarita, o Margarita, ti e shpresa ime fundi, Margarita, se të dua me të vërtet. Kam dëshirë të të kem unë ty për jetë, se të dua me të vërtet. Kam dëshirë të të kem unë ty për jetë. Dhe në qovë se ke vendosur, mos digjosh të zemrën time, mos më lërë mua të mirë në ato vegime. Në mos mund të përqafoj, aj sa herë do të qiroj, kur në jetën ti me vajzë do të gëzoj. Në mos mund të përqafoj, aj sa herë do të qiroj, kur në jetën ti me vajzë do të gëzoj. O Margarita, o Margarita, ti e shpresa ime fundit, Margarita, se të dua me të vërtet. Kam dëshirë të të kem unë ty për jetë, se të dua me të vërtet. Kam dëshirë të të kem unë ty për jetë. Mua nuk po më riesh, u ndërhyra një 2 herë, po shqyr që e vëra me zot Uret se doja vetëm të dëgjoja. Po ne s'po bëj koncert, ku bëj koncert do të themi që edhe unë s'kam emocione. Po pse s'ke emocione ti tani? Absurdisht fare. Këtu jo, këtu s'kam, po.
Edhe kur kam 500 vetar para s'ka emocion. Nëse është tjetër, po them kështu. Çfarë më ka ndodhur? Ju kam përgjegjësi, po. Përgjegjësi kam, po jo emocion. Jo më ndodhi që kur oqa këmbët edhe që kur bëra operacionet atëherë edhe më kaluan këto emocionet më zhdukën. Tjetër do? Po, normal. Nuk I dua unë, I dua njerëzit. Unë po. Unë ka përbërë të ri gjithë ditën e gjithë natën duke dëgjuar. Një nostalgji që duhet ta kesh dëgjuar që kam bërë atëherë në ato kohë. Si punë Margaritës. Margaritën e dia përmendeshun. Margarita është një nga këngët e para të mia që në 70-ën e 1 ose 2, si më në vitet. Edhe kjo që do këndoj tani e këtyre viteve është. Mirë, po kjo është shumë nostalgjike dhe me një poezi që I përshtatet dashurisë të dy të rinjve. Në mos mund vallë të t'i kuptoj gjithë këto të tuat marzi. Do beja që mos t'i zemëroj ato sy që ti kanë zili. Në mos munda vallë të ti kuptoj gjithë këto të tuat marzi. Do beja që mos t'i zemëroj ato sy që ti kanë zili. Ku do vesh, ku do të më lezim, ku do gjesh larkë për me dashuri. Mos haro kur mos kërko, kur mos prano larkë për me lumturi. Për ajeja, o ajgjë, më përshafo, e mira zemër veç ty të do. Eja, o ajgjë, më përshafo, e mira zemër veç ty të do. Mos munda vallë të ti kuptoj gjithë këto të tuat marzi. Do beja që mos t'i zemëroj ata sy që ti kanë zili. Pra po të shoh të zemëruar, po përse as vetë nuk e di. Gjithmonë kështu e kam kaluar me këtë shkret dashuri. Ku do vesh, ku do të më lezim, ku do qesh larkë prej me dashuri. Mos haro kur mos kërko, kur mos prano larkë prej me lumturi. Eja vaj, më përshafo, e mira zemër veç ty të do. Eja vaj, më përshafo, e mira zemër veç ty të do. S'është e bukur? Shumë, po është problemi që këto nuk jam dëgjuar. Pastaj nuk hyn te këto ritmike. Tu I këndon dhe Korça e gjithë këto. Po pra, I këndon dhe Korça, po jo çdo gjë që dilte në Korçë vinte ande. Po unë kam përshtypjen që ato më pikante të kalonin te nga krau jon këtej. Jo, ishin ato më të letat për të kopjuar? Për të kopjuar nuk e di. Shiko, unë nuk kam bërë. Pas kam dash një grua 30 vjeçe. Po jo, ajo është tjetër autori. Ajo është dëgjuar kudo të Shqipërisë ndëgjohet. Ata e kanë bërë drejt djemt e liçenit, po unë. Ishim një natë në kinema, në errësirë krah për krah. Kur dolëm jashtë diçka më the, për dashurin më berebe. Sa herë kaloj në këtë vend, gjithmonë e sjell ndërmend, edhe qaj me lot në këtë botë, ku është kovaj ajo kohë. Edhe qaj me lot në këtë botë, ku është kuvajti ajo kohë.
Qenë që kam brenda në zemër, pikon gjithë gjake dhe katëra, dhe në vetën tim se ha. Dole e papesa, ere mem që ajo që më the, dhe beja ere mem që ishim një natë në sinema. Shiko, ju vërtet si këtë gjuar këto këngë? Po më thon nga regjia boll se e lodhet shkretin. I thashun, ai nuk lodhet duke kënduar, ai lodhet duke ndenjur. S'ka lidhje me të lodhur. Jo, po, këto janë këngë tani që juve si këtë gjuar vërtet. Jo, këto këngë, disa nga shumica e tua i kam dëgjuar, shumica, mendoj unë shumica, po ka plot që nuk i kam dëgjuar, normal. Po tani unë kam edhe shumica këtu që si kujtoj rësis. Po, patjetër. Kujtoj cilat të thash është si puna barsaletave. Do të filloj njëri një barsalet, të thot tjetër një, pastaj sa del ke i treti të kujtohet një tjetër ty e fillon me radha, pastaj shkret. Edhe kënga po kështu është. Neve na kujtoheshin puqeshim me shok në plazh, kudo edhe mas shumë vitesh dhe i rikëldonim ato këngë të atyre viteve. Ka plot, ka shumë këngë. Mjeshtër, unë nuk kënaqa, jam i bindur që edhe publiku është kënaqur. Ja, falenderit ju. Unë ishte thjesht një kënaqësi e imja, thjesht një kënaqësi që publiku të shite. Mora vesh për 3 libra dhe unë tani do bëj atë çfarë kam ndërmend, do flas me ata që duhet flas. Ndoshta edhe shtetërore, sepse nuk është asgjë gjë e keqe. Librat janë pasuri, cili do që i shkruan, aq më tepër që të tuat që janë pjesë e artit korçar. Ke ndonjë mesazh për dëgjuesit e diasporës, për ata në Londër dhe për te i Londrës? Ata do donin që ti t'ishe këtu të këndoje, për ne folëm atë pjesë dhe ti nuk je i mundshëm. Ana shëndetësore që të vish, por... është edhe dëshira ime, po nuk mundem dot unë të udhtoj me avion. Unë kam abandonuar Amerikën në shumë vende që nuk shkoj dot me avion. Më fal. Edhe mirë. Shokët e mi e di në këtë. Mirë vlla. Por tani më vjen keq. Për sonte atëherë po e mbyllim me kaq. Unë të përqafoj dhe të falenderoj në emër të gjithë shikuesve tanë për këto minutat që do të donim të ishin pafundësi, po ja që kanë limitin e tyre dhe to. Për shëndet dhe punë të mbarë, fala dhe shoqërisë tënde edhe në familje. Falenderit rofsi. Të dashur miq, ishim me mjeshtrin e serenatave korçare. Dhe me mjeshtrin e serenatave, sonte dhe shihemi në sofrën e ardhshme.